Skampis Kolonia e Piktorëve 2025 ka përmbyllur edicionin e këtij viti me një ekspozitë mbreslënëse në hollin e teatrit Skampa në Elbasan, duke shndruar hapësirën në një oazë arti dhe ngjyrash. Për 4 ditë me radhë, mbi 20 piktorë u bashkuan për të sjellë në telajo motivet më të bukura të vjeshtës dhe peizazhet karakteristike të Elbasanit. Kolonia u kthye kështu në një laborator krijimtarie, shkëmbimi eksperjencash dhe promovimi të vlerave artistike e natyrore të Elbasanit. Sipas drejtorit të Qendrës së Artit Kliton Kapaj, ky organizim është një mënyrë e shkëlqyer për të promovuar resurset kulturore e turistike të Elbasanit, duke vendosur trashëgiminë e qytetit në ngjyrmët e Penelit. Tashmë për qytetin e Elbasanit, Kolonia e Piktorëve titulluar Skampa është kthyer tradit dhe është gati viti i 3 që kjo organizohet. Është një përmbledhje e artistëve më të mirë të Shqipërisë, të atyre që njohin natyrën, të atyre që punojnë peizazhin dhe punojnë ato pikturat, peizazhet të natyrës së qetë apo të natyrës më të bukur që dhe qyteti i Elbasanit ofron, po dhe resurse turistike që ky qytet ka. Sigla e kësaj kolonie është trashëgimia e qytetit Elbasanit në ngjyrmët e Penelit dhe artistët kanë gjetë vendet më të bukura, më turistike, më piktoreske të qytetit Elbasanit dhe i kanë sjellë nëpërmjet Penelit, nëpërmjet talentit të tyre sot në këtë ekspozitë për gjithë qytetarët e Elbasanit. Artistët u shprehen se Elbasani mbetet një gërshetim i jashtëzakonshëm mes bukurive natyrore, traditës dhe historisë. Elbasani është një qytet i mrekullueshëm me traditë shumë të madhe kombëtare pikture. Edhe ne këtu na ftun, domethënë për 4 ditë, punë e kena sot ditë të gjitha rrethinat e Elbasanit në mënyrën më të bukur që mund të jetë. Kjo është një dukurie e madhe. Shqyr Zotit që kemi një Elbasan. Për vlerat që ka, për kulturën që ka, për çka mban brenda vetes. Jo më kot është një zonë e banuar shumë e vjetër. Sepse Elbasani sigurisht që ka vlera të padiskutuara. Ashtu si tëra qytetet e tjera, Elbasani ka të vetën. Ka aromën e vet. Po kjo transmetohet e njerëzit, e sjellja e njerëzve. Janë shumë bujarë, shumë të hapur. Nuk e di mbase unë mund ta kem gabim, po unë kështu e mendoj. Është viti i dytë që neve organizon Elbasani, më mirë them, bashkia organizon koloninë e piktorëve për të pasuruar fondin e galerisë, po dhe për të bërë aktivitet, to ekspozitat që hapen kështu. Dhe me thënë të drejtën, organizimi ka qenë shumë i mirë. Kolegët e mi janë kënaqur sepse koha mbajti, vjeshta është me kolor dhe ofron mundësi dhe motive për të hedhur telajo. Çdo gjë ka vajtur shumë mirë. Ekspozita përmbyllëse e hapur në hollin e teatrit Skampa prezantoi punimet e realizuara gjatë ditëve të kolonisë, duke ofruar një udhëtim unik, artistik për publikun dhe duke theksuar edhe një herë potencialin e Elbasanit si destinacion turistik kulturor.